çka flasin faktet, cilat fakte. Faktet e ngritjes edhe faktet e matjes së dhënave, çka ka ndodhur së paku ta zëjmë 3 palë xherët e kaluara. Dhe ato janë faktet në nxjerrën edhe nga KQZ-ja edhe në realitet. Ato flasin krejt ndryshe. Ato flasin në votim të drejt për drejt 75% për vetëvendosjen. Në votim me post 80%, nga 76.000 sa kanë qenë në kalume. Edhe një herë ma herët para 4 vjetëve, njëjtë ka qenë. Pse na du të supozojmë ta shpallëm një të panjohur të madhe, përveç se nëse kena frikë, shka ka menaxhet. Ajo frika shka ka menaxhet është vërtetun takim të presidentja. Kur kanë lypë më bo me një steni, me 12 do tjera, e mos më bo kurqysh, se po tutum se kanë me njërth shumë qatë gjysore kur kanë në shku, pja bojnë halin ato moralizimit gjynajit se s'po bajka. Po ku ka fest më të madhe se me dalë me votu. Na mërgatën e kena gojnë plot, ku të në animojnë financiarisht, e janë shpëtim i ekonomisë tonë. Halo janë konë shpëtim edhe për luft, edhe për para luft, tash kur erdh puna që ata mi kysh drejt për drejt politik, në aspektin e votës, edhe pjesëmarrjes qytetare demokratike, tash e kena problemin edhe, po na dele pa njohur, edhe pja bojna galin që mos poftofën. Kjo është e pa drejtë edhe ase sinqisht, është edhe ase moralshme. Prandaj ti nuk mund është të kërkosh ndihmë financiare nga mërgata, të moralizosh kështu në mënyrë nebuloze, në mjegull, ata janë na jemi ata. Po kush ta që s'janë? Mërgata janë e jona. Si jemi na ata njo, na jemi njo. Ata janë vish me vëmbanim për arsye të ndryshme, rrethona ndryshme, jashtë Kosovës. Jemi njo. Por prandaj pse du të kemi frikë përveç se e dina realitetin, jo ato virtual, por realitetin e prekshëm me fakte, politikisht në këtë rast, që shqëndrojnë disa, ata shqëndrojnë shumë keq. Po ka përshtypjen që ky ka frikë. A tha dikush që ka frikë? Bos shok. Jo, mas keni Kush ta mëre frikën e dë? Jo. Do më thënë virtytët që i ka, djeshmërit që i ka veto, ka me na i dhonë neve, nuk na e do të Tipo ku gashi ka frikë? Po sigurisht, sepse rezultati zgjidhjeve lokale doli. Ke frikë? Njehonën nga mërgata? Unë me zemër hapur, bile nesër e kam plan me shku në aeroport mi prit edhe mi avqit kaj kafe edhe mi uru mi se ardhje. Nesër ke planifiku? Po, qashtu kam planifiku nesër me shku, qash kam frikë. Unë Zoti për kraje, nuk e di që i ka punë. Nuk e di që i ka kolega nga LDK punë. Unë qash po marë për krajet për zemërt, nga copa zemrës tonë, që është mërgata, sa që unë po befasohem kanë shumë. S'po shokat në asë, nuk po tut në asë pelocit pa njohër. Unë për shof, unë thash, jam në teren, edhe po shoh që shqyqyr ka njës me arna dhe për pushime mërgata, e festojnë. Një 3 ditë më herë që është e vërteta vitin e ri këtë herë në Kosovë. 5-6 minuta na kanë mbetur, apo garohet edhe cila është oferta juaj, apo garohet për ofertë tamam, apo është duke tani do të bëhet gjykimi zoti Selmanaj për këtë 8 mujorshin problematik në cilën kalua. Ja, normalisht që ne kemi ofertë të veçantë, kemi ofertë për secilën sferë, sepse kemi programin shumë të pasun dhe mendojmë që jemi alternativa shumë serioze për qeverisë me venin, për ta kthyer fillimisht venin në normalitet dhe më pas në jetë si tutje për zhvillim, sepse Kosova nuk është situatë normale, Kosova është në një situatë të rënë socioekonomike, politike dhe normalisht edhe izoluar tërësisht. LDK-ja ka programin e vet të qartë, por normalisht nuk mund shkputemi ne edhe nga papërgjegjësia ose dëmi që i ka shkaktu qeverisja e keqe e Albin Kurti, televizëve të vendosë dhe Guxës me Kosovën. Ka demolu diplomacinë kosovare, ka demolu besimin ndaj institucioneve të drejtësisë, ka afera më të mëdha korruptive që nuk njeh historia e Kosovës. Afera, unë e kam quajtur vazhdimisht të një korrupsioni të strukturuar institucional dhe normalisht nuk mund të heshtim ne që unë e kam quajtur kështu, periudha 5 vjeçare qeverisës vetëvendosës, kam thënë, kam u marrë mend si një moratorium qeverisës me elemente shumë më regresive. Këto janë, kjo diskursi ynë, ne po i themi njerëzve, ta ndalim këtë qeverisi, ta ndalim këtë demolim të Republikës, ta ndalim këtë izolim ndërkombëtar, ta kthejmë vendin në normalitet, t'i kthejmë njerëz normal në qeverisi dhe më pas të vendosim lëvizje. Edhe një fjalë veç me i thënë zotit të Gashi, 70%
po them kështu me përqindjet familjarëve të mi, jetojnë mërgat.